Ergys Agasi mësoi këtë të premte se pozita e tij përballë drejtësisë është rënduar. Gjykata e posaçme rikonfirmoi masën e sigurisë të Aresmeburg, ndërsa u njohu me faktin se SPAK i ka shtuar edhe një akuzë të re, atë të korrupsionit, duke çuar në 7 numrin e veprave penale për të cilat dyshohet. Ky është një zhvillim i ri në dosjen ku Agasi po hetohet për veprimtarinë e dyshuar kriminale të lidhur me tenderet e Akshit. Kur u shpall në kërkim në dhjetor të 2025-s, Agasi akuzohej për konkurrencë të paligjshme nëpërmjet dhunës, heqje të paligjshme të lirisë, shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, grupi strukturuar kriminal, kryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal e pastrim të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Sipas prokurorisë së posaçme, ai dyshohet se është pjesë e grupit kriminal që u bënte presion kompanive rivale për t'u tërhequr nga ankimimet, duke favorizuar kompani të paracaktuara. S'ka qenë asnjëherë pjesëmarrës në tendera dhe nuk ka qenë asnjëherë pjesë e grupeve kriminale në presione të ndryshme. Avokati Max Haxhia kundërshtoi edhe akuzën e re për korrupsion pasiv, duke pretenduar se materialet e paraqitura nga prokuroria nuk e provojnë atë. Paraqesi provat prokuroria për ku qëndron korrupsioni dhe korruptimi. Këto janë masa që merr prokurori për të siguruar procesin e vet. Por ndërsa SPAK zgjeron akuzat dhe hetimin, avokati pretendon se nga analiza e provave është dobësuar akuza për heqjen e paligjshme të lirisë. Në gjyqin e themelit ju siguroj që do jetë në drejt pafajësisë të zotit Agaçi. Pavarësisht argumenteve të mbrojtjes, gjykata e posaçme vendosi që Ergys Agasi të qëndrojë në burg. Avokati Max Haxhia i paralajmëroi ankimimin e vendimit, ndërsa hetimet e SPAK për dosjen e Akshit vijojnë. Ergys Agasi u arrestua më 26 gusht në zonën e Plepave në Durrës, mbi 8 muaj pasi ishte shpallur në kërkim, ndërsa udhëtonte në një automjet së bashku me Uljan Shpatarakun, ish punonjës policie, gjithashtu të shpallur në kërkim.